Unë jam një adoleshente, jo një shifër në statistika, jo një titull i ftoht lajmi, jo një video që shakullon nëpër telefona, e që gjykohet vetëm një fjali, e meritoj. Çdo ditë një adoleshent, një fëmijë, një i ri, përballet me ligjin, herë i shoqëruar, herë i arrestuar nga vjedhja deri te vrasja. Dy skaje të errta, por askush nuk ndalet të shohë çfarë ka në mes. Në mes jemi ne, të pasigurt, të lodhur para kohe, të mbushur me pyetje që s'kan marrë kur përgjigje. Na pyesni pse dhuna po rritet, por a keni pyetur ndonjëherë pse zemrat tona janë të mbushura me mllef? Ne rritemi mes mungesave, mes zërave që bërtasin, mes fjalëve që lëndojnë dhe mes heshtjeve që vrastin. Na rrit rruga më shumë se shtëpia, na formon ekrani më shumë se shkolla. Na mëson forca sepse fjala u tha shumë vonë. Kur godasim nuk jemi të fortë, jemi fëmijë që nuk dim të shajmë ndryshe. Kur dhuna del nga duart tona, është sepse askush nuk e dëgjoi kur dhimbja ishte brenda. Na quani të rrezikshëm por harroni. Një adoleshent që dhunon është pothuajse gjithmonë një fëmijë i lënë pas dore. Ne nuk lindëm kështu, ju na rritët kështu. Dhe kur njëri prej nesh bie, ju thoni një më pak. Por pas ti është gjithmonë një tjetër, derisa të kuptoni se problemi nuk janë fëmijët, por mungesa e dorës që u mbajti. Mungesa e fjalës që i kuptoi, mungesa e kohës që u dha. Unë jam adoleshente dhe po flas tani, para se heshtja të më kthej edhe mua në një lajm.